Atakohen shpirtrat e të vdekurve pas vdekjes. Ka shumë argumente të cilat tregojnë se shpirtrat e të vdekurve takohen pas vdekjes. Transmeton Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur i vjen momenti i vdekjes një besimtari, i vinë atij me laikët e mëshirës me një mëndafsh të bardhë dhe i thonë: dil me kënaqësi, transferohu tek Allahu, se Allahu është i kënaqur me ty dhe nuk është i hidhëruar. Dhe del shpirti me njerë si misku, parfumi, dhe kështu shkon lart derisa arrin me shpirtin e tij te dera e qiellit, dhe pyesin se çfarë është kjo erë e mirë me të cilën keni ardhur nga dynjaja. Pastaj do të vinë shpirtrat e besimtarëve për të takuar atë, dhe ata do të gëzohen më shumë për këtë takim se sa njeriu që gëzohet kur i vjen ndonjë i afërm i tij nga udhtimi. Pastaj fillojnë dhe pyesin atë: si është puna e filanit? Dhe si është puna e filanit? Ai u përgjigjet: lëre atë, sepse ai është në ankth, në mashtrim të dynjas. Pra ky hadith është i qartë se shpirtrat e besimtarëve takohen pas vdekjes dhe bisedojnë njëri me tjetrin si dhe gëzohen kur takojnë të afërmin e tyre. Në ky hadith kuptojmë se të vdekurit tanë kujdesen për gjendjen tonë dhe kur vdes dikush, shkojnë dhe e pyesin se a ke parë filanin, si është puna e tij, si u cek edhe në hadith. Pastaj fillojnë dhe e pyesin atë: si është puna e filanit dhe si është puna e filanit. Kur Ibn Taymija është pyetur se a takohen shpirtrat pasi vdesin, ka thënë: po, takohen. Dhe argument për këtë është hadithi që transmeton Ebu Ejub el-Ensariu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ebu Hatimi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: kur njeriu t'i del shpirti, atë e takojnë shpirtrat e tjerë dhe e pyesin për të gjallët, kurse disa të tjerë thonë: lëre atë, le të pushoj një herë. Pastaj e pyesin atë se si është puna e filanit. Ai u përgjigjet duke u thënë: ai është duke vepruar punë të mira. Dhe e pyesin se çfarë ka bërë filani. Ai u thot: a nuk është ai me ju? Ata i thonë: jo. Dhe thonë: e ka dërguar atë në xhehenem. Banorët e xhennetit i dallojnë vendet e njëri tjetrit. Dikush është më lart e dikush më ulët. Ata që janë më lart mund të zbresin poshtë, kurse ata që janë më poshtë nuk kanë mundësi të ngrihen lart. Ata takohen, nëse do Allahu, ashtu siç takohen në dynja, edhe pse dikush e ka shtëpinë më të mirë se tjetri. Gjithashtu nuk luan rol largësia e varrit të të vdekurve në dynja. Nëse ata janë prej banorëve të xhenetit, ata do të takohen pa marrë parasysh largësinë e varresave të tyre, sepse ka mundësi që të dy personat i kenë varresat afër, mirë po ata nuk do të takohen, sepse njëri është në xhenet, kurse tjetri në xhehenem. Ashtu sikurse kur dy persona flenë në një vend, njëri sheh ëndër të mirë, kurse tjetri rrotullohet dhe nuk rehatohet nga ëndrat e këqija. Ibn Kaimi ka thënë: shpirtrat janë dy llojesh: a, shpirtrat që janë duke u ndëshkuar, dhe b, shpirtrat që janë duke u shpërblyer. Shpirtrat që janë duke u ndëshkuar janë të zënë me ndëshkimet që kanë, kurse shpirtrat që janë duke u shpërblyer e vizitojnë njëri tjetrin dhe i kujtojnë njëri tjetrit veprat që kanë bërë në dynja. E çdo shpirt është bashkë me shpirtrat që janë të gradës së tij, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në shkallën më të lartë, siç thot Allahu: e kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja Nisa 69. Allahu na mundsoft të jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe shahidët në jetën e varrit dhe në ahiret.